Dhjetra qytetarë në Vlorë janë ngritur në protest pasi prej 5 ditësh qyteti përballet me mungesën e ujit. Protesta është shoqëruar me përplasje verbale dhe fizike me forcat e policisë, ndërsa banorët kanë tentuar të futen në ambientet e brendshme të bashkisë, duke mbajtur në duar bidona bosh uji. Unë jam një mamë 3 fëmijësh edhe situata është alarmante. Kam ardhur të protestoj para se të largojmë në Fier për t'u larë. Na kam ftuar te tezja të shkojmë të lajmi sepse është situatë emergjente në familjen tonë dhe në familjen e çdo qytetari vlonjat. Detyrohen të protestojmë në formën demokratike për të celebrizuar bashkina, qeverina, nga varëja për të na pruruar. U qelbëm. Ju do vjoni të protestoni? Po do vjoni të protestoni, se u qelbëm. Shkosim për paruar. Po të fekojmë jashtë. Mureve, skëjeve, gjirën e vëndja, vemi, se shpisë vemi do, se qelbet shpia. S'ka ku të vemi, së tona, disa në të reja tona të dhej. Shtetis nga përgjigjet. Shtetis di ku ka kokën. Jemi qytetarë të Republikës dhe Shqipërisë. Jemi njerëz të ndershëm, të rregull, i pagojmë çdo gjë. Qeveria ka detyrime karshi qytetarit? A ka detyrime? Sigurisht. Atëherë pse nuk na përgjigjet? Blemi fukaren gjithë, kemi bler bidona që kemi hedhur banjot, na zuri zëmi do të mshurosim në shtëpi. Ky është halli i madh valla, nuk është për gjithë Vlorën. Sheshin përpara bashkisë është grumbulluar një numër i konsiderueshëm qytetarësh të indinjuar nga situata e krijuar, të cilët kërkojnë zgjidhje të menjëhershme për furnizimin me ujë. Policia ka ndërhyrë për të penguar hyrjen e protestuesve në institucion, situatë që ka sjellë mjaft tensione. Protestat kanë nisur që mbrëmjen e djeshme, kur qytetarët e irrituar nga mungesa e ujit hynë me forcë në ambientet e teatrit Petro Marko, ku Bashkia e Vlorës kishte organizuar një mbrëmje gala me rastin e festave të fundvitit. Si pasojë, aktiviteti u ndërpre, ndërsa protestuesit tentuan edhe bllokimin e bulevardit Ismail Qemali. Në aeroportin e Rinasit mbërritën nga Turqia pajisjet e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësjellsin e Vlorës. Prej 5 ditësh qytetarët vlonjat nuk kanë furnizim me ujë në banesat e tyre dhe për këtë ngarkuan me përgjegjësi pushtetin vendor, duke u ngritur në protesta në kërkim të përmbushjes së kësaj nevoje jetike. Për këtë problematik reagoi edhe kryeministri Edi Rama, duke u shprehur se instalimet hidraulike të bëra në vitet 2009-2010 kanë qenë jashtë standardeve, ndaj nuk e kanë mbajtur dot më presionin e ujit dhe përpasoj tubacionin ka shpërthyer. Duke se amortizimi i instalimeve hidraulike dhe mos përmbushja e kritereve nuk është konstatuar në kohë, dhe kjo ka bërë që qytetarët të ngelen këtë fundvit për disa ditë me radhë pa ujë në shtëpitë e tyre. Në reagimin e tij, shefi i ekzekutivit Edi Rama përgëzoi punën e punonjësve të ujësjellësit të Vlorës, për të cilët tha se po bëjnë të pamundurën për të mbyllur këtë plagë të hapur në trupin e Vlorës, teksa një ndjesë publike pati për të gjithë qytetarët vlonjat që këtë fundvit patën ndërprerje të furnizimit me ujë. Partia Demokratike zhvilloi foltoren e radhës dhe të fundit për këtë vit para kryeministrisë, ndonse demokratët shumë të pakët në numër, Sali Berisha edhe njëherë përsëriti kërkesën e tij për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qëndroni dhe do qëndrojmë në këtë sheshi i lirisë, gjersa nga jo ndërtesë të shporim binomin që ka vjedhur dhe përçmuar më shumë shqiptarë të tërë historinë tonë kombëtare, Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Berisha vlerësoi protestën e banorëve të Vlorës për ujin e pishëm, ndërsa tha se Partia Demokratike do të vijojë aksionin e saj edhe pas vitit të ri. Ne mbyllim sot protestën tonë për të filluar vitin po me protesta. Kudo që shkoj, gjej një vendosmëri absolute për të ndarë me këtë të keqes sa më shpejt. Shqiptarët presin me padurim largimin e kësaj bande nga pushteti. Ju garantoj ju se opozita është sot më e fuqishme se kurrë. Kreu Demokrat gjatë fjalës së mbajtur nuk la pa përmendur as zgjedhjet në Kosovë, duke i etiketuar ato si një krenari pasi sipas tij janë të lira dhe të ndershme. Kosova zhvillon zgjedhje. Kosova çdo krizë e zgjidh në përputhje me ligjin. Kryeministri i Kosovës nuk ban koordinator krimi, por ata pavarësisht nga etnia i dërgon para ligjit. Nuk mbjell kanabis, përkundrazi,
ndihmon fermerët të mbjellin grur. Kryeministri i Kosovës nuk ka si përmarrje kopsht si Edi Rama. Përkundrazi, qeveria atje lufton fort për veprimtarinë më transparente. Ndaj edhe zhvillon 2 parzgjedhje brenda një viti, brenda 10 muajve, zgjidh çdo krizë, çdo problem në mënyrën më demokratike. Partia Demokratike depozitoi kërkesën e radhës për mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Duke cituar nenin 13 të rregullores së Kuvendit, PD thotë se të drejtën për mbledhjen e Këshillit e ka kryetari i Kuvendit ose gjysma antarëve të tij. Sillim në vëmendjen tuaj, zoti kryetari i Kuvendit, që thirrja e mbledhjes së Këshillit me kërkesë është e detyrueshme sipas rregullores, sepse Këshilli thirret në 2 forma: me kërkesë të kryetarit të Kuvendit ose me kërkesë të gjysmës së antarëve. Nëse thirret nga gjysma e antarëve të Këshillit, kryetari i Kuvendit ka detyrimin të njoftojë rendin e ditës për antarët e tjerë dhe palët që mund të jenë thirrur në proces. Për këtë arsye, përmbushni detyrimin tuaj ligjor dhe mos u bëni pengesë për drejtësinë. Në të njëjtën kërkesë, opozita thotë se 2 javë kohë janë të mjaftueshme për të gjitha palët që të njihen me aktet. Megjithatë, PS ka paralajmëruar se nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, pa u shprehur në mënyrë përfundimtare gjykata kushtetuese në lidhje me masat e sigurisë që janë vendosur ndaj zëvendës kryeministres. Heqja e imunitetit të Belinda Ballukut ka mbetur peng e vendimarrjes të socialistëve që të flasin me forcën e kartonave vetëm pasi të ketë folur gjykata kushtetuese. Demokratët po vijojnë tentativat për rimbledhjen e Këshillit për rregullore mandatet dhe imunitetin, për të çuar përpara autorizimin e SPAK-ut për të shpërsuar masat e sigurisë ndaj Ballukut, në arrest shtëpia apo arrest në burg. Partia Demokratike kërkon që më 30 dhjetor, ora 11, 5 deputetët e mazhorancës dhe 5 të opozitës të ulen sërish në tryezën e Këshillit së bashku me prokurorët e SPAK-ut dhe avokatin mbrojtës të Ballukut për të shqyrtuar a ndodhet numri 2 në kushtet e heqjes së imunitetit. Qëndrimi i Kuvendit është i qartë. Në përgjigjen që demokratëve u ka mbërritur që prej 24 dhjetorit thuhet se kjo kërkesë nuk mund të pranohet për një sër arsyesh. Fillimisht sepse avokati Ballukut ka kërkuar 3 javë kohë për të përgatitur mbrojtjen ligjore, ndërsa të majtët kanë kërkuar vendimarrje nga kushtetuesja para se të flasin. Kryeparlamentari argumenton se parashkosa palët nuk janë pajisur me kohën e nevojshme, nuk plotësohen kushtet procedurale për caktimin e një date të re mbledhje. Kuvendi i Shqipërisë si përfaqësues i sovranitetit të popullit ka detyrimin kushtetues të garantojë zbatimin e kushtetutës, veçanërisht në rastet kur gjykatës kushtetuese i është kërkuar shprehimisht të jap një vendim mbi një çështje që lidhet drejt për drejt me shqyrtimin parlamentar, si në rastin konkret, thuhet në dokument. Rikthimi i përkohshëm i Ballukut në detyrat qeveritare u pasua me zëra kritikësh që vendosën në pikpyetje integritetin e gjykatës, procedurën e votimit dhe ngritën shqetësime për presion mbi trupën gjykuese. Në mes të gjitha këtyre komenteve, gjykata kushtetuese sqaron se shqyrtimi i ankimimit të kryeministrisë do të bëhet më 22 janar dhe deri atëherë do të duhet të shmanget çdo lloj paragjykimi për vendimarrjen. Për të garantuar procesin e rregull sipas standardeve kushtetuese dhe për të shmangur çdo mundësi paragjykimi, qoftë edhe në duke, ftohen të gjithë aktorët dhe personat e përfshirë në këtë diskutim publik, që të tregojnë të matur dhe të kujdesshëm në deklaratat e tyre, duke mos përgojuar gjyqtar individual apo institucionin e gjykatës kushtetuese në tërësi, thuhet në reagimin publik të kushtetueses, teksa i bëhet thirrje të gjithë aktorëve për respektimin e integritetit dhe autoritetit të gjykatës, me qëllim sigurimin e besimit të publikut dhe garantimin e pavarësisë së vendimarrjeve gjyqësore, të cilat në asnjë rrethant nuk duhet të ndikohen nga çdo keqinformim. Mbledhja e gjyqtarëve vendosi ta kalojë për shqyrtim ankimimin e kryeministrisë për pezullimin e Ballukut nga prokuroria e posaçme antikorrupsion. Qeveria pretendon se kjo masë përbën tërhyrje në kompetencat e ekzekutivit dhe bie ndesh me kushtetutën. Kështu Balluku u rikthye në detyrë përkohësisht, derisa të merret një vendim nga kushtetuesja sa i takon masës së pezullimit të saj nga detyrat qeveritare. Ilir Meta kallëzoi në SPAK drejtorin e burgjeve Klevis Qosen për shpërdorim detyre, me pretendimin se janë cënuar të drejtat e tij gjatë qëndrimit në paraburgim.
Në shkresën drejtuar prokurorisë së posaçme antikorrupsion, thuhet se prej 23 tetorit të vitit 2024, Ilir Metës i është ndaluar ushtrimi i aktiviteteve sportive, takimet me antarët e kryesisë së Partisë së Lirisë, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, eurodeputetët dhe komunikimet me mediat, si dhe çdo lloj forme argëtimi. Veçanërisht në kallëzim sillet në fokus fakti se Metës nuk i është lejuar të ushtrojë të drejtën për veprimtari politike edhe kur ishte kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit, kur ju mohuan takimet dhe mesazhet për elektoratin, por edhe komunikimi me mediat dhe gazetarët. Në këtë mënyrë, presidenti të Partisë së Lirisë, Ilir Metës, janë shkelur liritë dhe të drejtat të cilat janë të garantuara në Kushtetutën e Shqipërisë, Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, gjithashtu edhe të drejtat e Komitetit Evropian për parandalimin e torturës, thuhet në kallëzimin penal. Sipas avokatit mbrojtës të Ilir Metës, këto kufizimet nuk janë të bazuara në vendime të arsyetuara, nuk justifikohen me rrezik konkret për procesin penal, si dhe kanë karakter të përgjithshëm, absolut dhe ndëshkues. Një operacion i gjerë i drejtorisë së krimit kibernetik në Policinë e Shtetit në bashkëpunim me prokuroritë në disa rrethe të vendit, kanë goditur këto ditë operatorët e ofrimit të shërbimit të internetit që shesin abonime televizive pirate. Në kuadër të këtij operacioni ka nisur procedimi penal ndaj disa personave dhe subjekteve, teksa operacioni do të vijojë me goditjen edhe të operatorëve dhe individëve të tjerë që piratojnë paketa televizive. Gjatë aksionit të zhvilluar proceduan operatorët e internetit ISP në Tiranë, Vlorë, Shkodër, Sarandë, Lezhë, por edhe qytete të tjera. Aktiviteti piraterisë televizive është një fenomen që po dëmton direkt konsumatorin që paguan për një shërbim që nuk e merr. Edhe më herët drejtoria e krimit kibernetik në bashkëpunim me prokurorinë kanë goditur këtë fenomen, që argëtimin e kthejnë në mashtrim, edhe pse duken si një zgjidhje perfekte. Qindra kanale, filma pafund, sporte live, pasi ofrohen me një çmim qesharak pas kësaj oferte joshse, fshihet një mashtrim i rrezikshëm që po prek mira konsumator shqiptar. Dekodera IPTV, pirate të shitura ilegalisht nga individ, subjekte fantazëm, por edhe nga operatorë të shërbimit internetit, po përhapen masivisht përmes rrjeteve sociale dhe trekut informal, pa licencë, pa kontroll, pa përgjegjësi. Të gjitha këto subjekte operojnë në kundërshtim me ligjin dhe shpesh ndërpritet sinjali, duke ndërprerë kështu edhe shërbimin e ofruar për konsumatorët të cilët përballë këtij mashtrimi janë të pambrojtur, pasi nuk kanë asnjë kontratë që t'u garantojë rimbursim. Ekspertët paralajmërojnë se shumë prej këtyre dekoderëve që shiten nga këta operatorë që ushtrojnë piraterinë televizive përmbajnë aplikacione të pasigurta, të cilat mund të vjedhin të dhënat personale, të hapin akses të paautorizuar në rrjetin e shtëpisë, si dhe paraqesin rrezik ligjor pasi këto shërbime funksionojnë duke piratuar përmbajtje televizive. Çdo përdorues, edhe pa e ditur, bëhet pjesë e një aktiviteti të palishëm me pasoja që mund të shkojnë përtej ekranit. Prandaj apeli i ekspertëve për konsumatorët është që të mos blejnë dekodera IPTV nga burime të dyshimta, por të zgjedhin vetëm platforma të licencuara, me shërbim të garantuar, transparencë dhe siguri, sepse në fund ajo që nis si kursim mund të përfundojë si mashtrim, rrezik dhe humbje. Shoqëria digital ngelet e angazhuar që të mbrojnë në çdo kohë dhe në vazhdimsi të drejtat e veta të autorit të siguruara nga ligji. Kamerat e sigurisë kanë zbardhur shkakun e një shpërthimi të ndodhur paraditën e së hënës në lagjen Manush Alimani në Shkodër, rreth orës 10 minuta në hyrjen e një pallati, ku humbi jetën një banor, shtetasi Hysni Meri, 67 vjeç. Ai u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, nuk arriti të mbijetojë plagëve të marra dhe ndroi jetë. Pas mbërritjes së grupit hetimor në vendngjarje dhe kthyrjes së kamerave të sigurisë, rezulton se shpërthimi ka ndodhur tek paneli i maceve elektrik. Fillimisht, ngjarja u dyshua se erdhi nga një shpërthim me lëndë plasës e tritol, gjë e cila ra poshtë për shkak se në vendngjarje nuk është gjetur asnjë mbetje tritoli, dhe se viktima ka djegje në trup, çka tregon se nuk ka humbur jetën nga lëndë eksplozive, pasi ato nuk shkaktojnë zjarr. Sa kaq, nga kamerat e sigurisë nuk rezulton që të jetë afruar dikush tjetër pranë panelit të maceve elektrik. Familja nuk ka pretendime se mund të jetë vrarë me eksploziv, ndërsa ngjarja po hetohet si aksidentale. Të huajt investuan 150 milion euro në 3 muaj për blerjen e pronave në Shqipëri. Raporti 3 mujor i Bankës së Shqipërisë për investimet e huaja direkte
tregon se nga korriku deri në fund të shtatorit të këtij viti, investimet e huaja në blerjen e pronave janë rritur me 70%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në total, investimet e huaja direkte në vendin tonë për 9 muajt e parë të këtij viti kanë arritur në 1.2 miliardë euro, ku gati 430 milionë euro janë investime në blerjen e pronave. Sektori i dytë më tërheqës për të huajt lidhet me fushën e financave dhe sigurimeve, ndërsa tregtia dhe industria ndjekin me një peshë më të vogël. Ndërkohë të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se edhe për këtë vit ndërtimi ishte sektori që udhëhoqi rritjen ekonomike, duke rënditur pas sektorit të administratës publike, që dha kontributin më të madh në rritjen e prodhimit të brendshëm bruto për shkak të politikave të qeverisë për rritjen e pagave. Sektori që shënoi rënje të vazhdueshme përgjatë këtij viti është bujqësia, ndërsa në ujërat të turbullta lundron edhe industria. Shoqata kombëtare e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme i kërkon presidentit të Republikës që të dekretojë pavonesa ligjin e miratuar më 12 dhjetor nga Kuvendi për i vlerësimin e banesave me tatim 5%. Në një letër publike, shoqata thotë se vonesa e miratimit të këtij ligji po mban pezull tregun prej 18 muajsh tashmë dhe ka krijuar presione inflacioniste. Shoqata thotë se janë 500.000 familje shqiptare që presin të rivlerësojnë pasurinë e tyre në vlerën e tregut, si dhe 10 mijëra familje të tjera që shpresojnë për një alternativë strehimi të përballueshëm. Shoqata thekson se norma e tatimit prej 5% është e lartë, teksa vënë në pikpyetje dhe zbatueshmërinë e uljes së kësaj takse me 1% për çdo vit vjetërsie e banese. Qeveria planifikon që ligji të nisë zbatimin nga 1 janari, por mos dekretimi nga presidenca, ka vonuar botimin e tij në fletoren zyrtare. Ngërçin që klasa politike në Kosovë dështoi ta zgjidhë për 10 muaj, e zgjidhen qytetarët me votën e së dielës. Vetëvendosja Albin Kurti siguroi të paktën 56 mandate në zgjedhjet e parakohshme, teksa nuk janë numëruar ende votat e diasporës dhe votat me kusht që mund ta çojnë këtë parti deri në 58 mandate në përfundim të procesit. Numrat i sigurojnë një shumicë të qëndrueshme në Kuvendin e ri që pritet të konstituohet në janar, duke pasur parasysh që Kurti ka mbështetjen e pakicave jo serbe, që kanë të rezervuara 10 mandate në Kuvendin e Kosovës. Nga këto zgjidhje, LDK është humbësja më e madhe me një rënje prej gati 7% në krahasim me rezultatin që sigurua në zgjedhjet e 9 shkurtit. Rënje, por më të lehtë regjistroi dhe AAK e Ramush Haradinajt, ndërsa PDK u rrit lehtë. Rezultatet paraprake sugjerojnë që vetëvendosja të ketë të paktën 56 deputet në Kuvendin e ri, PDK 23, LDK 15, 10 shkojnë për listën serbe dhe 10 të tjerë për komunitetet pakicë jo serbe. Albin Kurti përçoi 3 mesazhe modeste në fjalimin e parë që mbajti pas fitores së zgjedhjeve të së dielës. Fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Mesazhi i dytë, ju drejtuar rivalëve të tij politik. Ftoi nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në Kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Mesazhi i tretë lidhe me ngërçin e mundshëm në horizont atë të zgjedhjes së presidentit të ri të vendit, pas përfundimit të mandatit të Vjosa Osmanit në prill të vitit të ardhshëm. Nuk do të vonohemi që ta trajtojmë edhe këtë çështje. Na duhet të bisedojmë edhe me opozitën për çështjen e presidentes apo presidentit të ardhshëm, por siç e kam thënë edhe mbrëm në një emision në Radio Televizionin e Kosovës, paraprakisht do të ulem e të bisedoj me presidentin aktuale dhe më pastaj do të ndërmarrim edhe hapat e ardhshëm në mënyrë që të ecim përpara bashk, sepse dihet që si për marrëveshjet ndërkombëtare, ashtu për zgjedhjen e presidentit është e nevojshme që të qëndrojnë së paku 80 veta në sallë edhe nëse votojnë kundër. Vetëvendosja siguroi të paktën 56 mandate në Kuvendin e ri dhe ka të sigurt mbështetjen e të paktën 6 deputetëve nga komunitetet pakicë jo serbëve, duke të kaluar kështu shifrën prej 61 deputetësh që kërkohet për të formuar qeverinë e re. Kreu i LDK, Lumir Abdigjiku, uroi vetëvendosjen përfitore në zgjedhjet e së dielës, teksa tha se rezultati që dolin nga kutit nuk ishte ai që priste. Dua të falenderoj dhe kundërshtarët tonë politik për garën, t'i uroj fituesit, sepse Kosova ka nevojë për demokraci funksionale,
edhe kur nuk jemi dakord për gjëra substanciale. Ai paralajmëroi nisjen në një analizë të brendshme të partisë, ku nuk përjashtoi as dorëheqjen nga posti i kryetarit të saj. Rezultati i LDK-s nuk është ai që e kemi pritur, nuk është ai që unë si kryetar kam dëshiruar ta shoh ndonjëherë. Ky është një moment të reflektimi thellë i përgjegjësisë dhe i seriozitetit politik, kur qytetarët e Kosovës flasin, ne duhet t'i dëgjojmë, kur populli jep verdiktin e vet, ne duhet patjetër ta respektojmë. Demokracia funksionon kur udhëheqësit janë të gatshëm të bëjnë përgjegjësi, jo vetëm kur fitojnë e kur kanë fest, por edhe kur kanë humbje si kjo e sotmja. LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetës. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë e më guxim shumë. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të thras menjëherë kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. LDK pësoi rënje me gati 7% në krahasim me rezultatet e nënshkurtit, duke marrë vetëm 15 mandate në parlamentin e ri. Pas fitores së zgjedhjeve parlamentare të parakohshme të së dielës nga vetëvendosje, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza paralajmëroi reformë të brendshme. Në një konferencë për media, Hamza tha se nuk është person që i shmanget përgjegjësisë, ndërsa tha se së shpejti do të nisë takime me strukturat e partisë. Partia Demokratike e Kosovës shpejt do të futet në proces në brendshëm zgjedhor, nuk ka pasur një kohë gjatë zgjedhje prej vitit 2019 dhe do të fillon prej bazës, prej nëndegve, duke i përfshi gjitha nivelet deri në zgjedhjen e gjitha organeve të partisë, sepse realisht është kohë e gjatë dhe ka nevojë që të kemi një reformë, të kemi një ndryshim edhe të moshës, edhe të gjenive, edhe të profesioneve, gjithçka tjetër. Prandaj, nëse i referoni 10 ditëshit, besoj që fushata e Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë shumë aktive edhe në terren, edhe në rrjetet sociale, edhe në televizione, kemi bërë përpjekjen maksimale, do të thotë që na ta shpjegojmë programin tonë. Sipas Hamzas, situata në vend në të cilën u gjend PDK-ja ishte komplekse dhe se kjo parti në të ardhmen do të bëhet parti fituese. Pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve, lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku e uroi Albin Kurtin duke thënë se Kosova ka nevojë për demokraci funksionale. Ai mori përgjegjësinë për rezultatin e dobët të partisë, duke mos e përjashtuar as mundësinë e dorëheqjes së tij. Kryeministri Edi Rama ka uruar Albin Kurtin për fitoren e arritur në zgjedhjet e së dielës duke konsideruar rezultatin e vetëvendosjes si domethënës. E kam uruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitoren domethënëse dhe uroj që mandati i konfirmuar nga populli i Kosovës për Albinin e për partinë e tij të kthehet në suksese në mbarësi për Kosovën, si edhe për marrëdhënien vëllazërore mes dy shteteve tona, gëzuar. Në daljen e parë për mediat, pas publikimit të rezultateve paraprake nga zgjedhjet, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti u pyet nga gazetarët për një koment në lidhje me hamendësimet se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama punoi para zgjedhjeve kundër fitores së tij. Hamendësimet u nisën nga takimi që kreu i qeverisë shqiptare zhvilloi në Hag me Hashim Thaçin. Kësaj pyetjeje, Albin Kurti u përgjigj duke thënë se ai është gati që të punojë për forcimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Shqipërinë. Urime përcolli dhe presidenti Bajram Begaj. Qytetarët e Kosovës shprehën vullnetin e tyre demokratik për institucione të reja që do të qeverisin vendin. Uroj dhe besoj që kjo votë shndrohet në përgjegjësi institucionale, për t'i dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj një të ardhme të begat, të drejtë dhe evropiane, tha ai. Ministrja e Jashtme Elisa Spiropali vlerësoi procesin zgjedhor dhe përgëzoi vetëvendosjen dhe Albin Kurtin për fitoren e arritur. Në fushatat e fundit zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, Albin Kurti ka mbështetur hapur rivalët e Ali Ahmetit, përkatësisht koalicionin Vlen dhe subjektet e tjera shqiptare. Megjithatë, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim ka lënë me një anë hatërmbetjet me kryeministrin e Kosovës dhe i ka shprehur publikisht urimin për fitoren në zgjedhjet e së dielës. Urime lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Albin Kurti për fitoren e shënuar. Kosova ka nevojë për stabilitet, zhvillim dhe vizion të qartë shtetëror në shërbim të qytetarëve të saj, si dikush që ka dhënë kontribut për lirinë e Kosovës dhe që beson thellë në të ardhmen e saj, dëshiroj që Kosova të ecë përpara me hapa të sigurt, duke forcuar aleancën e saj strategjike me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Kjo është rruga që garanton paqe, zhvillim dhe një të ardhme të sigurt për brezat që vijnë. Kosova e lirë, e fortë dhe zhvilluar
ka qenë dhe mbetet ëndra jonë e përbashkët, shkruan kreu i BDI. Ahmeti përgëzon edhe qytetarët e Kosovës për procesin shembullor, të matur dhe me pikuri të lartë demokratike. Presidenti Amerikan Donald Trump tha të dielën se një marrëveshje për të dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës ishte më afër se kurrë, por nuk raportoi një përparim të dukshëm në çështjen e nxehtë të territorit pas bisedimeve të fundit me udhëheqësit e vendeve ndërluftuese. Trump, i cili kishte premtuar një marrëveshje paqeje në ditën e parë të presidencës së tij gati 1 vjeçare, tha se do të bëhet e qartë brenda disa javësh nëse ishte e mundur të zgjidhej konflikti që ka vrarë 10 mijëra njerëz. Në një sprint diplomatik para vitit të ri, Trump solli në rezidencën e tij në Florida presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili e përshkroi planin e paqes si 95% të përfunduar, pavarësisht se Rusia lëshoi sulme të reja të mëdha një ditë më parë në zonat e banuara të Kievit. Ashtu sikur Zelensky u takua për herë të fundit me Trumpin në tetor. Presidenti rus Vladimir Putin foli gjithashtu në telefon me udhëheqësin amerikan, që menjëherë këmbguli se Moska ishte serioze për paqen, pavarësisht sulmit. Unë me të vërtet besoj se ne jemi ndoshta më afër se kurrë më parë me të dyja palët, tha Trump me Zelensky në krah të tij, në dhomën e çajit në pronën e tij në Mar-a-Lago. Të gjithë duan që kjo të marrë fund, tha Trump. Zelensky shikoi me mirësjellje, duke lëshuar një vështrim mosbesues, ndërsa Trump tha se Putin, i cili urdhëroi pushtimin e Ukrainës në shkurt 2022, që ka përfshirë sulme të mëdha ndaj infrastrukturës, dëshiron ta shohë Ukrainën që të ketë sukses. Zelensky është treguar i kujdesshëm që të mos e bezdis Trumpin, duke patur parasysh takimin e tij katastrofik në Shtëpinë e Bardhë më 28 shkurt, ku ai e kundërshtoi dhe Shtetet e Bashkuara që të ndërprisnin mbështetjen e rëndësishme për Kievin. Zelensky gjithashtu tundi kokën me mirësjellje, ndërsa Trumpi këmbguli që ukrainasit shijuan ushqimin e klubit, por qëndroi stoik, ndërsa Trump kaloi tek ankesat e njohura të tij për paraardhësin Joe Biden. Pas bisedimeve në Florida mes presidentëve Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky, ata folën së bashku në telefon edhe me udhëheqësit kryesor evropian, të cilët janë alarmuar veçanërisht për çdo vendim që do të inkurajonte Rusin. Zelensky tha se ai dhe udhëheqësit evropian mund të kthehen së bashku për bisedime me Trumpin në Washington në janar. Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi gjithashtu një takim të ri të aleatëve të Kievit në fillim të janarit në Paris. Trump pranoi mosmarrëveshjet e vazhdueshme mes Kievit dhe Moskës për territorin. Plani aktual i rishikuar pas javësh negociata intensive mes SBA-s dhe Ukrainës do të ndalonte luftën në vijat aktuale të frontit në rajonin lindor të Donbasit dhe do të krijonte një zonë të çmilitarizuar, ndërsa Rusia ka kërkuar prej kohësh lëshime territoriale. Është e pasgjidhur, por po afrohet shumë. Kjo është një çështje shumë e vështirë, por unë mendoj se do ta zgjidhim, tha Trump. Trump propozoi të drejtojë parlamentit Ukrainës për të promovuar planin, një ide sado e pamundur që Zelensky e mirëpriti shpejt. Hapja e Zelenskit ndaj planit të rishikuar të Shteteve të Bashkuara shënon përparimin më të qartë deri më tani të Kievit për lëshime të mundshme territoriale, megjithse ukrainasit do duhet të votonin në një referendum. Në të kundërt, Rusia nuk ka treguar shenja kompromisi, pasi sheh shpresë në përparimet e mëdha që ka arritur gjatë 4 viteve të fundit kundër mbrojtjes ukrainase. Kremlini në leximin e bisedimeve mes Putinit dhe Trumpit i bëri thirrje Kievit që të marrë një vendim të guximshëm dhe të përgjegjshëm dhe të tërheqë menjëherë trupat nga Donbasi dhe i cilësoi udhëheqësit evropian si pengesë për Trumpin. Trump dhe Putin bien dakord se një armëpushim i përkohshëm thjesht do të zgjasë konfliktin dhe do të rrezikojë një përshkallëzim të ri në fushën e betejës, tha këshilltari diplomatik i Kremlinit Yuri Ushakov. Ai shtoi se Trump dhe Putin do të flisnin përsëri menjëherë pas takimit të Zelenskit, megjithse nuk pati lajme për një telefonat të dytë mes tyre. SBA po i ofron Ukrainës garanci të forta sigurie për një periudhë prej 15 vitesh, por Kievi dëshiron një periudhë më të gjatë, tha Zelensky të hënën. I thash Trumpit se ne tashmë kemi një luftë që po zhvillohet dhe ka filluar thuajse 15 vite më parë. Kështu doja të tregoja që garancitë duhet të ishin më të gjata. I thash se ne duam të shqyrtojmë mundësinë e 30, 40 apo 50 viteve garanci dhe presidenti tha se do të mendohej për këtë, përfundoi Zelensky. Kremlini tha të hënën se Ukraina duhet të tërheqë trupat e saj nga pjesa e Donbasit që ende kontrollon ose dëshiron paqe dhe tha se nëse Kievi nuk arrin një marrëveshje, atëherë do të humbasë edhe më shumë territor. Putin dhe Trump folën të dielën përpara takimit në Miami me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se një telefonat tjetër ishte planifikuar shumë shpejt. Peskov refuzoi të komentonte mbi idenë një zone të lirë ekonomike në Donbas ose mbi të ardhmen e termocentralit bërtamor Zaporizhia, i cili kontrollohet nga Rusia, duke thënë se Kremlini e konsideronte të papërshtatshme.
Kur u pyet për vërejtjet e ndihmësit të Kremlinit, Yuri Ushakov në lidhje me vendimin që Kievi duhet merrte për Donbasin, Peskov tha se Ukraina duhet tërheqë trupat e saj nga pjesa që ende kontrollon. Po flasim për tërheqjen e forcave të armatosura të regjimit nga Donbasi, tha Peskov. Kur u pyet se kjo vlen dhe për rajonet Zaporizhia dhe Kherson, ai refuzoi të diskutonte detajet. Rusia aktualisht kontrollon 1/5 e Ukrainës, përfshirë Krimen, të cilën e aneksoi në vitin 2014 rreth 90% të Donbasit, 75% të rajoneve të Zaporizhjes dhe Khersonit dhe pjesë të rajoneve të Harkivit, Sumit, Mikolaivit dhe Dnipropetrovskit, sipas vlerësimeve ruse. Rusia pretendon se Donbasi, Zaporizhja dhe Khersoni janë pjesë e Rusisë, megjithëse shumica e vendeve i konsiderojnë rajonet pjesë të Ukrainës. Peskov tha se nuk po diskutoi asnjë telefonat me Disputinit dhe Zelenskit. Peskov perifrazoi vërejtjet e Trump se Ukraina mund të humbiste më shumë territor ndaj Rusisë gjatë muajve të ardhshëm, nëse Kievi nuk arrinte një marrëveshje. Ekipet e kërkimit të hënën gjetën trupin e një burri të zhdukur pas shirave të rrëmbyeshëm që shkaktuan përmbytje në Spanjë një gorë, thanë autoritetet duke çuar numrin e të vdekurve në 2. Gardja civile e Spanjës tha se trupi u gjet rreth 3 kilometra larg nga vendi ku u rrëmbye të dielën nga një lum i tejfryrë pranë Granadës. Televizioni spanjoll tha se 20 vjeçari u rrëmbye ndërsa përpiqet kalonte një shtrat lumi me një motociklet. Policia të dielën gjeti në Malaga trupin e një burri, furgoni i cili u rrëmbye nga rryma. Një pasagjer i dytë i furgonit të shende i zhdukur. 12 orë shirat rrëmbyeshme përfshin pjesë të provincës së Malagas të dielën duke shkaktuar përmbytjen. Spanja është prekur fuqishëm nga ndryshimet klimatike vitet e fundit, duke rezultuar në valme të gjata të nxehtësisë dhe episode më të shpeshta të shirave të rrëmbyeshëm. Përmbytjet branë më shumë se 230 njerëz në tetor 2024, kryesisht në rajonin e Valencias në lindje të vendit. Një person i tretë ka vdekur në Suedi pas një stuhie të fuqishme dimërore që përfshiu vendet nordike duke shkaktuar ndërprerje të udhëtimeve të energjisë elektrike. Agjencia Meteorologjike e Suedisë lëshoi alarme për erë të forta për pjesë mëdha të gjysmës veriore të vendit, ndërsa stuhia Johans goditi vendin. Një burr në të 50-tat vdiq pasi u godit nga një pemë në vend pushime në skive Kungsberget në jug të vendit, raportuan mediat lokale dhe policia. Më në veri, kompania rajonale e shërbimeve Hemab tha se një nga punonjësit e saj vdiq në një aksident ndërsa ishte duke punuar. Policia tha gjithashtu se një burr në të 60-tat u dërguar në spital pasi u godit nga një pemë ndërsa punonte në një pyll në Hofers. Në Suedin lindore dhe më vonë vdiq nga plagët e marra. 10 mënyra shtëpi në Suedi, Norvegji dhe Finland kanë mbetur pa energji elektrike si pasojë e stuhisë. Në Suedi më shumë se 40.000 shtëpi u prekën nga ndërprerjet e energjisë elektrike dhe shumë shërbime kurrëdhore u anuluan, raportoi agjencia suedeze e lajmeve TT. Disa fluturime, shërbime kurrëdhore dhe tragetash në pjesë të vendeve nordike janë anuluar. Rrugët dhe shërbimet e kurrëdhore janë ndërprerë gjithashtu për shkak të kushteve të stuhisë. Në rajonin Nordland të Norvegjisë, një nga qarqet më veriore në vend, departamenti i zjarfikësve ju përgjigj më shumë se 200 incidenteve të lidhura me motin. Stuhia Johans ndërprer energjinë elektrike për rreth 23.000 shtëpi në Nordland dhe 9.000 të tjera mbetën pa energji elektrike në rajonin Inland. Në Finland, stuhia e njohur atje si Hans u qetësua të dielën, por kishte lënë më shumë se 60.000 shtëpi pa energji. Fluturimet në aeroportin e Kitilës në Finlandën veriore u anuluan pasi erët e forta shtyn një avion pasagjerësh dhe një aeroplan më të vogël jashtë pistës drejt një grumbulli të bore. Avioni Swiss Air që mbante rreth 150 pasagjerë sapo kishte zbritur nga Gjeneva dhe po lëvizte kur u devijua, tha gazeta. Avioni më i vogël, një model 400 XT, ishte në tokë në të njëjtën kohë dhe u shtyn nga pista për shkak të erës. Nuk ka pasur raportime për të lënduar.